Po, dhe kur jemi tek çështjet ndërkombëtare, gjatë ditës së djeshme, natës së djeshme në fakt, ishte prezente edhe zonja Donika Gërvalla në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Nga atje, ajo përpos që foli për çështjet e tjera, pra me Serbinë dhe pati një përplasje mes dy shteteve në këtë seancë, ta quajmë kështu kushtimisht, tha dhe se duhet të bëhet një rishikim i mandatit të UNMIK-ut. Si e pati ju këtë deklaratë të zonjës Gërvalla, a mund të bëhet realisht një gjë e tillë? Mendoj që ishte një përmbledhje, një përfaqësim i dinjitetshëm dhe një përmbledhje asaj që do duhet thuaj në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, që u thanë nga Ministra e Jashtme, kundër të tjera, domethënë, u përmend edhe ajo që Serbia ka qenë ose vazhdon të mbajë ose duhet të dorëzojë ata që kanë kryer akte terroriste në Kosovë, rastin e Banskës. Sa përket UNMIK-ut, besoj se ishte një kërkesë legjitime, ne gjithë e dimë që UNMIK-u është defaktorizuar. Ka kohë që me UNMIK-u nuk është, nëse krahasoj me rolin që e ka pas fillim, roli që e ka tani në një rajon caktuar të Kosovës është pothuajse i papërfillshëm, dhe kjo tani besoj se legjitimohet edhe më tutje me atë ekonomizimin e politikës jashtme të SBA-s, ku tha dhe nga ambasadori i SBA-s që pse të shpenzojmë lek kot sepse për UNMIK-un, po. Është një mision i cili nuk është duke bën ndonjë gjë aty. Kjo do të ishte mirë sepse do të një falmire do ta defaktorizonte edhe më tutje rezolutën 1244, mbas cilës e funksionon UNMIK-u ende, dhe normalisht do të ishte një hap drejt edhe më tutje drejt fuqizimit të shtetit të Kosovës. Megjithatë kjo mbetet pastaj shifet nga veprimet të shteteve tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit, përderisa kërkohet miratimi edhe nga këto shtete. Nga ajo që u pa nga disa, u vrej që nuk ka një vullnet për ta mbyll këtë mision në farë mënyre, po mendoj që ishte një kërkesë legjitime dhe është diçka që besoj se nuk do duhet ekzistonte, sepse nuk ka ndonjë punë me cilën aktualisht është duke u marrë efektivisht UNMIK-u. Po, dhe kur jemi tek politika e jashtme dhe përfaqësimi i Kosovës në sferën ndërkombëtare, në një intervistë ishte edhe zonja presidente Osmani, e cila kritikoi qëndrimin rus dhe i tha se nuk do ta marrë shembullin e Kosovës për çështjen e aneksimit të Ukrainës. Si e lexuat ju këtë deklaratë të zonjës Osmani, që një farë forme kritikoi gjithë qëndrimin e Rusisë për zhvillimet në Ukrainë? Rusia ka përmendur disa herë ose është përpjekur që të bëjë një krahasim mes rastit Kosovës dhe të Krimes, por këtë nuk e ka bë për të një farë mënyre për ta njohur shtetin e Kosovës ose për ta legjitimuar në farë mënyre, mirë po më shumë është përdorur si një lloj justifikimi për atë që Rusia ka bë duke shkel të drejtën ndërkombëtare, duke shkel integritetin territorial të Ukrainës, duke u përpjekur që të gjejë në farë mënyre ndonjë rast ndoshta mund të ndodhë diku në botë që të krijojë paralele dhe të justifikoj veprimet e veta agresore të cilat i ka bën në Ukrainë. Besoj se kjo është ajo që Rusia është përpjek vazhdimisht që ta përdorë këtë si rast, dhe pse e dim që rasti i Kosovës është rast unik, është rast që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vlerësuar që nuk ka bërë shkelje të së drejtës ndërkombëtare, por